i bëjmë lutje provincë urnit ton që ta anullojnë i këtë projekt edhe të bëjnë një kish si për këtij venit këto çajt. Po na pretendojmë sepse këtu është bën një projekt ku do të prishet krejt kuveni, krejt sheshi, deri te parkingu, krejt çdo gjë aty prej ashtu kishën e vogël, edhe në fund poshtë saj, poshtë ku jena na tash, do të bëhet kripta. Veni për lutje. Edhe kripta, gjithkush e din e për botë, sa është vend vorrësh. Edhe na, normalisht, unë nuk kam shef se që shqiptarët, për gjithëherë, si të vinën këtë kish, të hynë në vorë për më lutë. E dona si të kena një kish si për venit e si për sheshit. Dhe më thënë, kjo është kryesorja. Kjo është kisha më madhe që mund të ketë jo Shqipëria, po rruzulli toksor. Për mua është një Vatikan i dytë. Është Vatikan. Dhe të bësh këtë lloj masakre, unë më thënë të drejtën, do t'i kërkej pak llogari Zotit si ka mundësi që i lënë të njerëz me bë këtë masakre. Do të bëhet një projekt një kish si të ketë lezet të shohë popullit, thot, mashallah. Jo të vime të fut në më tunel të na, kur të vime pa ne, mesh. Unë jam kundër projektit se nuk jehna në kohën e pellazëve me hinë tunel, që po na luftojnë pagant. Ka kaq vite, to ja dim historikun kësaj kishës, kur u renon mbi 30 ushtarë u paralizuan, që veni shenjtë është ki. To të bëhet një diçka madhështore, të pyllëzohet veni, të zbukurohet veni, të jetë një kishë. Jam kundër atyne që duhet me renon këtë vend. Dhe duhet bashkëpunojnë me popullin e Kurbinit për projektet këtu. Jo me njerëz sepse mushin qepat me para dhe iken. Fluturojnë si avionet.